Billy Graham ishte një nga predikuesit më me ndikim të kështrimit modern, i njohur për fushatat e tij masive ungjillore dhe për ndikimin global në prapjen e mesazhit të krishterë. Ai lindi në 1918 në Karolinë e Veriut në një familje fermere dhe u rrit në një ambient të thjeshtë ku besimi ishte pjesë e jetës së përditshme. Vendimi i tij personal për besimin erdhi më vonë, gjatë adoleshencës, kur frekuentonte rregullisht disa aktivitete të krishtera që e ndikuan thellësisht jo vetëm në vendimin e tij për të besuar Jezusit si Zot dhe Shpëtimtar, por edhe në atë që do bënte më vonë gjatë jetës së tij, duke u përkushtuar predikimit të Ungjillit. Një moment kyç në jetën e tij ishte periudha e studimeve në Institutin Biblik në Florida dhe më pas në Wheaton College, Illinois, ku ai u formua si predikues dhe filloi të zhvillonte stilin e tij të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të komunikimit. Gjatë kësaj kohe, ai u martua me Ruth, e cila do ishte mbështetje e rëndësishme gjatë gjithë karrierës së tij. Një pikë kthese e madhe në jetën e tij erdhi në fund të viteve 1940, kur ai organizoi fushatat e para të mëdha ungjillore të njohura si Crusades, të cilat roqën mijëra njerëz dhe e bën të njohur në nivel kombëtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një moment tjetër që e ngriti në nivel ndërkombëtar ishte fushata e Los Angelesit në vitin 1949, e cila zgjati më shumë se sa ishte planifikuar dhe e vendosi atë në qendër të vëmendjes mediatike dhe publike. Më pas, ai u bë një figurë globale duke predikuar në mbi 185 vende dhe duke përdorur radion, televizionin dhe mediat moderne për të përhapur mesazhin e Ungjillit. Në qendër të predikimeve të tij ishte kryqi dhe ringjallja e Jezusit si themeli i besimit të krishterë, së bashku me ftesën dhe thirrjen për një vendim personal të besimit. Gjatë karrierës së tij, ai pati marrëdhënie dhe kontakte me shumë figura të njohura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçanti me disa prej presidentëve të Shteteve të Bashkuara. Me disa prej tyre, ai kishte marrëdhënie më të afërta personale dhe shpesh ofronte këshillim shpirtëror. Në vitet e fundit të jetës, ai u tërheq gradualisht nga predikimet publike për shkak të moshës dhe shëndetit dhe vdiq në vitin 2018 në moshën 99 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të madh në historinë e ungjillizimit modern dhe në mënyrën si mesazhi krishterë u komunikua në botën bashkëkohore.